rezistencën që ka bon Jablanica. E ka boj madhe i vogël. Po, jemi konë gjithë të angazhum në organizim që ta luftojmë pushtuesin që të mos ta lejojmë probleme. Ndërsa sa i përket në angazhim në grupin Gorill të Radhës të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, familjarët e mi nuk e kanë ditë. Nuk e kanë ditë? Jo, dhe pjesa ma madhe e gjithë tjerëve nuk e kanë ditë që kanë konë Radhë të SHK-s familjarët. Nuk e kanë ditë që janë në Radhë të Ushtrisë Lirimtare, sepse neve, ku jemi angazhu, kemë bo një betim, që nuk të nxjerrim sekretin. Deri sa ka dalë publikisht? Deri sa është vendosur që dalë Ushtria Lirimtare dalë publikisht, dhe ajo ka ndodhur me 28 nëntor të vitit 1998 në Llaush atje. Këtu du ta cek një detaj. Unë deri sa jam konë në legalitet edhe jam martu. Jam martu në qershorin e vitit 1997. Dhe atëherë veç kishim fillu të identifikojmë aksionet e bartjen e armatimit, e furnizimin në për zona tjera. Kështu që pjesën më të madhe të kohës nuk binte që të qëndrojnë në shtëpi. Dhe problemin më të madh kam pas me gruan atëherë. Nga sa ajo mendonte se unë isha u marr me çështje tjera. Me çështje tjera, po. Që iluzionet asaj se kush e di çfarë. Normal, po. Dhe sa herë që kthehesh në shtëpi, ka kërkuar shpjegim. Po, kërkonte shpjegime, çante dhe më lutej ndaj ose lëshom, unë shkoj të familja eme, sepse ti je rrugë të qia, s'ka di çfarë asyshe, kështu që mos më merr në qafë. Çish reagoj kur e kuptoj mas nej për çka? Mandej atëherë o pendu për ato, por ato i kisha përjetu vetë disa kohë që kam pas shumë problem. Përkundër këtij presioni, se presioni grave është i madh tash. Por sekretin se kam tregu jo, sepse ishim betu dhe ishim dakordu me shok që të mos të nxjerrim sekretin. Nga se po ti tregoje dikujt se çfarë jep duke vepruar, ai nja 2-3 tjerëve, pastaj sekreti doli. Është dashur me kriju një rreth besueshëm. Sekreti doli, por se atëherë armiku bante çmas që të siguronte informacione, qoftë për një grup, qoftë për një pjesëtar të grupit Gorill, ofronte çfarë do çmimi, vetëm që me hynë radhët të tyne dhe të ketë informacione se çfarë po veprohet dhe çka po planifikohet. Padyshim. Prandaj për këtë o dashur me rujt sekretin edhe tek familjarët më të afër.